Me qëtë rast, mu ka kriju binda që një ndër javët më të zeza për shqiptarët në diaspor ka qenë kjo. Ty fillu prej ati djaloshit 19 vjeçar në aksident me makinë, ku mbet i vdekur, duke vazhdu tek personin në Francë i mbytur me shkop bejsbolli, e pastaj në vepër heroike shqiptari migranti në Amerikë, deri tek ta dy persona qifti shqiptar që i kanë lonë pas vetes 2 fëmijë të mitur, janë gjetë të vdekur, ende nuk ka raport policisë për me di qysh ka ndodhur, janë gjetë të vdekur në banesë të vetëm. Inshallah kanë familje, e i marrin ata fëmijë, largojnë për Francë, se ata që jetojnë në Francë din sa çka ndodh nëse mesin na për dome, na për rrugë. Fëmija, kujdesuni për veten dhe për jetën diaspora dashur, sepse për te një shpejtësie të makinës e një dinarit fitum pa ndjers, besoni është edhe jeta, edhe i lën edhe të njerëz të tu keq, edhe familjen tonë keq, edhe ja plas zemrën familjes tonë. Kujdesuni, e Zoti ja rujt diasporën.